E para është e vërtetë që këto 3 parë zgjedhje qytetari ka treguar secilës parti se ku qëndron me fuqinë politike, ka treguar që kërkon kompromis për secilin institucion, duhet një kompromis më i gjerë shoqëror, politik, partijak, për të arritur të qëllimi final, për të ndërtimin një mirëqenie më të mirë për qytetarët, e të cilët po vrehet që partitë politike nuk e kanë objektiv këtë çështje. Pra, nëse e shohim prej shkurtit të vitit kaluar dhjetorit dhe tash po e kalojmë edhe gjysmën e qershorit dhe ne nuk kemi pa, të paktën unë s'kam pa, që partitë jo nul kanë folë për çështje të politikave sektoriale. Pra nëse dëshirojmë kompromis, cilat politika për shembull do të bëjmë reforma në arsim, shëndetësinë, ekonomi, kuptohet na unë po flas në mënyrë generale, po në arsim cilat pika, në ekonomi cilat fusha do t'i atakojmë apo cilat këtë rast opozita dëshiron të debatojë me partinë fituese, që të cilat do të jetë pika programore e qeverisjes. Nuk kemi pa përmbajtje. Çka kemi pa? Prej shkurtit deri në qershor të vitit 2026, kemi pa që partitë diskutojnë vetëm për një pozitë. Çështja e presidentit që është absurde, sepse gjithë dimë që presidenti nuk ka fuqi ekzekutive, është më shumë pozitë kushtetuese, unifikuese. Pra do duhet të ishte, por jo me pushtet të madh ekzekutiv. Pra logjika është që partitë nuk po dëshirojnë të qeverisin, por në farë mënyre vetëm të sundojnë. Pra kjo është sundim çka po ndodh në Kosovë. Pra që nga shkurti i vitit 2025, ne kemi një sundim të pa legjitimuar, kisha thënë, është fjalë vrasht, por kjo është realiteti. Për fat keq që opozitë reale konkrete nuk kemi, prandaj edhe pushteti po cilët në formën tallëse, në mënyrën edhe me shtetin edhe me qytetarët. Dhe tash kemi ardhur prapë në njëjtën pikë ku pushteti e ka fokusuar krejt debatin veç te një pikë, te presidenti, që për mua është çështje e gabueshme edhe e partisë në pushtet, po çështje edhe më e gabueshme e partive opozitare, se ato duhet ta kenë transparencën si pikë të fuqisë së demokracisë. Pra, ne shkojmë të bisedojmë për këto pika, jo për pozita njerë për politikat qeverisëse. Mandej vijnë pozitat. Pra, kjo do të ishte përmbajtja nëse opozita dëshiron të shkon në ofanziv, nëse dëshiron, pra është dëshirore, për fat keq kemi ardhur në këtë gjendje, dhe normalisht partnerët tonë evropianë dhe amerikanë po dëshirojnë që ne të kemi më shpejt shtet më funksional, sepse për momentin shteti nuk është funksional në kuptimin e plot të fjalës. Pra shteti ekziston, por nuk është funksional, nuk ka institucione legjitime që mund të marrin vendime shumë serioze, pra edhe në politikën e jashtme ose në politikën e brendshme kështu me radhë. Pra, prandaj mos ekzistenca e funksioneve legjitime e largon Kosovën edhe nga antarësimin në NATO, edhe në BE, po edhe në çdo zhvillim të më të tjeshëm të shoqërisë. Dhe kështu jemi në pikën ku shoqëria ka me bë pyetjen çka tutje. Pra çka tutje. Pra edhe nëse e zgjedhëm presidentën në formë arbitrare, çka tutje. Pra nuk ka përmbajtje. Por fatkeq jemi duke shkuar në një rrugë e cila ka me prodhu prapë zgjedhje nëse shkohet me të njëjtin mentalitet. Nga rezultati zgjedhor, vetëvendosja sërish është e para dhe sërish me këtë rezultat mund ta bëj qeverinë e vetme. Mirë, po ne nuk kemi shku në zgjedhje për qeverinë, në këto zgjedhje kemi shku për shkak se s'kishte një vullnet politik dhe s'kishte një konsensus për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit dhe shkum në zgjedhje të jashtëzakonshme, domethënë sërish problematika ka me qenë te zgjedhja e presidentit të vendit. Unë dëgjova pak më parë një intervistë ose një prononcim të kryeministrit në detyrë, i cili tha se partitë politike që kanë qenë në opozitë ose partitë tjera duhet të ndrojnë qasjen rreth zgjedhjes së presidentit të vendit. Domethënë thjesht se ai lëvizja vetëvendosit do ta ketë të njëjtën logjikë dhe të njëjtën ndoshta rrugë çfarë e ka pas në mas zgjedhjeve të kaluara kur
nuk u zgjodh presidenti i vendit, domethënë i thirrte partitë politike në takime, po nuk është që ato takime patën prodhu zgjidhje, sepse partitë të tjera politike nuk e shishin as serioze ato që ju ofronte me të drejtë, ndërkaq Lëvizja Vetëvendosje ose kryeministri e detyrë thoshte që partitë politike nuk janë të gatshme me bashkëpunu ose me votu atë çfarë u ofronte Kurti, dhe erdhëm në situatën ku erdhëm. Pra po e shoh një skenar sërish të njëjtë nga Lëvizja Vetëvendosje rreth çështjes së zgjidhjes së presidentit. Se nëse ti thu duhesh me ndrru qasja, atëherë ti po i thu që duhesh me ju nënshtru asaj çfarë unë propozoj, pra me ju imponu asaj çfarë propozon Kurti, se unë mendoj si parti tjera qasjen e kanë pas rreth çështjes së presidentit, kanë tregu çfarë ato janë gjendje me votu rreth çështjes së presidentit dhe nuk besoj që kanë ndrru. E kuptoj Lidhjen Demokratike, e cila është në një situatë tjetër tash për shkak se ka pas kandidat për president dhe nuk ka votat mjaftueshme as mja bo në nënshkrimet atij kandidatit, cili me qut tutje, por PDK-ja dhe AK-ja janë në të njëjtat pozicione.